Kryeministri i vendit Albin Kurti ka akuzuar presidentin serb Aleksandar Vučić për ndërhyrje në zgjedhjet parlamentare të nënteshkurtit, të cilat sipas tij kanë ndikuar në përzgjedhjen e së paku 7 deputetëve të listës serbe, që janë në kontroll të plotë të qeverisë dhe inteligjencës serbe e të krimit të organizuar atje. Aparati shtetëror i Serbisë ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme të dëmtojë subjektet rivale serbe, veçanërisht Partinë për Liri, Drejtësi e Mbijetesë, za slobodu i pravdu opstanak të Nenad Rashićit, ministrit të qeverisë son për komunitetet dhe kthim, dhe demokracia serbe apo srpska demokratia të Aleksandar Arsenijevićit, por po ashtu edhe votuesit e subjekteve të komuniteteve tjera, kryesisht Rom e Ashkali. Përfaqësues të caktuar nga pothuajse gjitha subjektet tjera politike serbe janë tërhequr nga gara pas kërcënimeve që kanë marrë. Këto raste janë shënuar edhe në 4 komunat veriore, edhe në 6 komunat e tjera me shumicë serbe në Kosovë. Për shumicën e këtyre rasteve, institucionet tona kanë dëshmi, të cilat për hir të privatësisë dhe sigurisë së qytetarëve serb nuk është e dobishme të bëhen publike. Ai tha se Beogradi, duke e ditur që situata e sigurisë ka ndryshuar dukshëm në 4 komunat në veri të vendit, këtë herë përdori të paktën 10 metoda, përfshirë kushtëzimin financiar, shantazhin e kërcënimet, duke i detyruar qytetarët serb të votojnë për listën serbe. Kjo sipas Kurtit bëri që të dëmtohet partia e ministrit serb në qeverinë e Kosovës, Nenad Rashić. Vetë presidenti i Serbisë ka inkurajuar çdo aktor shtetëror e jo shtetëror serb që të përfshihet në zgjedhjet e Kosovës. Për këtë qëllim, rol ekzekutiv ka pasur kryeterroristi Milan Radojčić, apo njeriu i cili ka marrë detyrat për Kosovën nga presidenti i Serbisë. Aparati shtetëror i Serbisë ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme të dëmtojë subjektet rivale serbe. Në konferencë, ministri për komunitetet dhe kthim Nenad Rashić ka thënë se presidenti Vučić po i shkatron serbët e Kosovës. Pored toga, po porodicama su dodeljivani. Një qeveri dhe autoritete radikale autoktone janë njerëz të paskrupull që janë gënjeshtar dhe manipulues që duan të shfrytëzojnë serbët e Kosovës për interesat e tyre personale. Kjo do të thotë se ata i përdorin serbët e Kosovës si mekanizëm menaxhues, një mekanizëm që ndonjëherë është përdorur edhe si element për destruktivitet, jo për konstruktivitet. Kurti po ashtu tha se ka dëshmi të mjaftueshme për ndërhyrjen e shtetit serb dhe se mbyllja e 4 të ashtu quajturave qendrave për punë sociale në veri të vendit ndodhi pas konstatimeve se aty u kushzuan serbet me ndihmën sociale që marrin për të votuar listën serbe. Edhe misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian ka konstatuar se në zgjedhjet e nënteshkurtit Serbia kishte ndërhyrë në zgjedhje përmes trysnisë ndaj votuesve serb në Kosovë.